Prefekti i Qarkut Dibër Nexhbedin Shehu ka inspektuar nga afër punime që po kryhen në pastrimin e kanalit të mbledhës mes dy lagjeve të qytetit të Bulqizës. Shehu tha se me mjetjen e mbërritur nga drejtoria e borxhit të kullimit Durrës do të zgjidhet problematike për mbytjes, ndërsa shtoi se shkaki i saj është ulja tektonike e tokës, por edhe mungesa e pastrimit periodik nga ana e Bashkisë Bulqizë. Ka gati 2 javë që një pikë këtu ku bashkon e rrugës që lidh Bulqizën e Re me Bulqizën e Vjetër, tek terminali ka prani ujë, e kemi thënë dhe herë tjera, kjo ka si rezultat i uljes tektonike që ka pësu toka për i vitesh, por edhe si rezultatin mos pastrimit kanalit të kësaj pjese. Bashkia Bulqizë prej gati 3 javësh po punon për pastrimin e kanalit, ndërkohë i kemi kërkuar drejtorisë rajonale të ujësit të bordit kullimit në Durrës, edhe ka sjellë një mjet ekskavator me kratë gjatë, e cili punon nga dita e shtunë, sot është dita e 5 që punon për pastrimin, edhe momentalisht që ka dhënë efektet e veta, niveli ujit është ullur, por rezultat sot edhe i shirave që janë intensive edhe këtu në Bulqizë, nuk kemi rezultatin e pritshëm, ndoshta në 2-3 ditë të ardhshëm do ta kemi të pastruar zonën. Sa i përket situatës në të gjithë Qarkun Dibër, prefekti Nexhbedin Shehu tha se nuk është alarmante, ndonë se pranoi se ka problematika me shembjen e rrugëve rurale, kryesisht në bashkinë e Matit e Bulqizës. Në gjithë Qarkun dëmtime kemi patur më shumë në Burrel, kemi patur 3 shtëpi të dëmtuara, të përmbitura kemi pas 8 shtëpi në Mat, po kështu edhe Bulqiza ka dëmtime më të pakta, dëmtime ka më shumë në rrugë të rurale, prani ujë kemi pasur në akset nacionale ditë me shumë intensitet, por është majtë në kontroll, sot rrugët janë gjitha të kalueshme, shërbimet e bashkive, por edhe këto qendrore që mirëmbajnë rrugët janë në punë, nuk kemi akse të bllokuara. Rreshtit e shiut pritet të vijojnë pa ndërprerje edhe gjatë natës, ndërsa në zonat e thella për shkak të uljes së temperaturave priten rreshtë dëbore.